Kaula, përshëndetje. Përshëndetje. Sa e mirë. Urime, Kaula, urime. Faleminderit shumë, faleminderit. O, si u bë kështu, dëni me më qmenë sët edhe me herët e pota një tjetër, një djallër që kanë zonë atje venin e parë në spojnë, tash edhe ti këtu. A ma keni bo prank, apo si është puna? Kushtrim në erën e kalume, thamë që po fitojmë. Kështu që kampionat e mbajnë fjallën dhe nuk e ratësi. Bravo. Apo më tregon pak si është rezultati, çfarë ndjenje si po ndihesh si kampione mezdetare bowlingut? Shiko, kjo nuk ka ndodhë rasisht. Ka qenë ndoshta një punë e vazhdueshme që kemi bërë dhe nuk jam dorëzuar aq lehtë. Ndoshta penjëm poshtjeje që kom pas në Gjermani, gjë që ka qenë prap një arritje me mbri në top 8 në Evropë, ka qenë goxha një arritje më e lartë, po tash këtu kemi arritë edhe deri te medalja e orit. Normalisht nuk ka qenë lehtë, kemi pas gjithmonë sfida si çdo sportist, po çelësi është që mos me u dorëzua dhe me shfaq versionin tënd më të mirë dhe besoj që në atë kampionate ku më arrit që në fund me mbri medaljen e artë për Kosovën edhe nuk ka ndjenjë më të mirë dhe ma krenare nuk ka ku me shku. Definitivisht. Plus, nëse mundemi me u kthy pak në kohë, Greqinë e ke lënë në vendin e dytë, shteti i cili keni pas goxha maltretime herën një herë, unë e di, më kujtohet shumë saktë. Nuk e harron as të atë, por padyshim besoj që ke qenë sportiste e mirë dhe jeni përshëndet në fund të ditës, apo jo? Normalisht që po. Për me qenë ndoshta një sportist, tamam sportist, është me pas edukatë dhe me pas moralin, mos me qenë një mend e madh që vetëm e shikon interesin e vet. Mirësjellja dhe mirëqenia është ajo që i mban gjithmonë njerëzit me qenë si krijesa më të mira në këtë botë dhe normalisht që e kemi bo. Ne kur t'jam në lojë e kam kundërshtare, jashtë lojës normalisht jemi shoqe dhe me kaq. Perfekt. Tashmë i kemi edhe një foto këtu në ekran, çfarë ndjenje në podium në vendin e parë së bashku me babajnë dhe trajnerin, njëkohësisht, por po ashtu edhe me flamurin shtetëror. Çfarë ndjenje për ty? Na kemi shkruajt histori për Federatën e Bowlingut Kosovës, do me thonë, ka qenë hera e parë që Kosova është ngritë në vendin e parë edhe është ndëgju në atë salë himni i Kosovës për herë të parë në historinë e kampionatit mesdhetar. Edhe me qenë ti personalisht ajo sportistja, ajo lojtarja që e bën të mundur me shkruajt atë histori, nuk di, do me thonë ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme dhe një gjatë që një ndjenjë që ndoshta nuk përsëritet prap. Për shkak që unë nuk mendoj që kemi me undal këtu, unë mendoj që na presin edhe shumë medalje tjera. Po ato medaljet e tjera kanë me qenë një mburje dhe një krenari. Po prap se prap nuk kanë me qenë ndoshta ajo ndjenja emocionale e njëjtë kurse në herën e parë. Definitivisht. Këtë vit a përfundon garat apo se edhe herën e fundit kom pyet, po që ma përune një medalje të artë, po tash po të pyjtë edhe njerës, po kom dëshire edhe një medalje tjetër me pas. E kemi tash në fillim të qershorit kampionatin evropian të femrave. Okej. Po, e kemi edhe një medalje tjetër këtu. Që edhe një medalje tjetër. O ceti, arceti? Po ceti. Ku je, more ceti. Po çfarë ndjenje more me po edhe vojzën edhe nxënësen në këtë pjedestal kaq lartë? Shiko, ka qenë punë e jashtëzakonshme, që shedin të se ti na ke përcjell gati thuj se për fillimit. Ka qenë punë e madhe, mos të me ljelshme, se është e pa ljelshme, se na a ditë kur kemi mi marë këto dy loqkat e vogla, edhe me ngrit fjamurin para dy shteteve që edhe s'na kanë njoft, kanë krenari shumë e madhe, na u kanë kujtu shumë sene në ato momente pe i fillimit kush ka sakrifiku për shtetin e Kosovës, gjatë që nuk më ka shku në men kur që ka me konë qasi ndjenje. Po konë krenari e jashtëzakonshme më ngrit në kam edhe me dëgju himnin e Kosovës. Ka qenë histori se ka qenë hera e parë në historinë e NBC-s, lojra mesdhetare që ndëgjohet himni i Kosovës, se sidomos para aty në shtetet që nuk e kanë
nuk e ka njoft ende Kosovën me dëgju edhe me respektu himnin e në shtetit që shumë shpejt kanë me njoft edhe ato. Kismet. Pa dyshim. Kaula po më të regon, a ka qajt pak, Bobi? Pak. Emocionet, pa Pak dyshim. me qajt gjithë me tregu drejt. Mendoj që kanë qenë duket gjatë që në shkona aty kish qajt, po. Po, ndoshta, s'po them, veç ndoshta adonin se të kisha qenë aty. Se unë kështu, jam kogja i furt, po tani kur e shët, dikon më nxitaj, se jo që diçka se. Edhe unë ku mendu që jam shumë e fort, po kur po veke puna që aty është pak Po, problem. janë emocione, janë lot gëzimi, Janë fatmirësisht. emocione që, po, lot gëzimesh, janë gjona që kujtohen edhe vinë për një moment kur ti do më thonë vetë mbushësh me një mbledhësh me shumë emocione që ndoshta edhe nuk e din as vetë që i ke pas edhe veç shpërthan, po Eksakt. ajo është veç do pozitive për neve. Definitivisht. Kaula, falimderit shumë që u inkuadrove, ndonë se kisha pas shumë dëshirë, edhe pa dyshim që do takohemi, por vazhdo kështu, vazhdo me na bo krenar, jo vetëm mua, jo vetëm shikuesit e Fjeksin Ko, po krejt Kosovën, pa dyshim. Faleminderit shumë edhe ty për ftesën edhe për kuriozitetin gjatë kësaj kohe me i ditë Pa, dyshim. rezultatet tona në bowling. E shpresoj që mos me qenë kjo e fundit. Shpresoj që shihemi në Lartë quftë, e përmende edhe një, e përmende që kishe gorë, tash unë po pres, qështu po pres, po pres. Po. Shëndet, tëng krejt mirat. Kaloshi mirë. Tëng.